Mamaja i mori të gjitha, dhëndri zhduket bashkë me vjerën dhe paratë e familjes. Raul dhe Shivani, një çift i ri nga Aligarh, në shtetin indian Uttar Pradesh, do të martoheshin në 16 prill. Ftesat ishin dërguar, të afërmit kishin konfirmuar pjesëmarrjen e tyre, por vetëm 9 ditë para ditës së madhe ndodhi fatkeqësia. Dhëndri 20 vjeçar u tremb dhe u zhduk, por nuk shkoi vetëm. Ai u aratis me Anitën, nënën 40 vjeçare të nuses së tij të ardhshme. Për t'i bërë gjërat edhe më keq, ata morën dhe kursimet e çiftit si dhe kursimet e familjes së Anitës, duke lënë Shivanin dhe babain e saj pa para. Në 6 prill, Raul u largua nga shtëpia e tij duke pretenduar se do të bënte pazar për rrobat e dasmës. Më vonë atë natë ai thiri Tahatin për t'i thënë se po largohej dhe për t'i kërkuar që të mos shqetësohej ta kërkonte. Në të njëjtën kohë, Shivani vuri re se nëna e saj dhe të gjitha kursimet e tyre ishin zhdukur, përveç se 40 vjeçaria nuk kishte lënë asnjë mesazh. Edhe pse Shivani dhe babai i saj Kumar kishin vënë re marrëdhënien e pazakontë mes Raulit dhe Anitës, asnjëri prej tyre nuk tha asgjë, duke mos dashur të prishte dasmën e afërt. Unë duhet të martohesha me Raul në 16 prill dhe mamaja ime u aratis me të dielën. Raul dhe nëna ime kanë folur shpesh në telefon për 3 deri në 4 muajt e fundit, ka thënë Shivani gazetarëve indian. Mamaja ime mori të gjitha paratë tona, ai mund të bëjë çfarë të dojë tani, ne nuk na intereson. Gjithçka që duam është që paratë dhe bishuteritë të na kthehen.